Ishte viti 1928. Resuli bashkë me shoqen e tij Uzejme kishin një djalë. Ai quhej Ramadan. Mbas 6 muajve të djalit, ata e morën ushtar. Në ushtri vendosi të arratisej për në Jugosllavi. Mbas shumë vitreve fillovi të merresh vesh me letra me djalin. Edhe kur fillonte që dërgonte, ato i shikonte më përpara sigurimi shtetit, pastan i dorëzoheshin familjes. Ai nuk mund të kthehesh, se dhe po të kthej, do burgosej. Djali keq trajtoi në njerku i tij dhe atë e mori një afër Reis Bedo bashkë me mamën e tij. E rritën deri në 12 vjeç, këtë e morën e quan në konvikt. Atje vazhdoi shkollën, pastaj u rrit vajti ushtar, mbas ushtrisë u martua. Bëri 3 fëmijë, ishin gjithmonë në vëzhgimin e sigurimit, mbasi ishin të persekutuar. Punonin në përpuna dhe më të rënda dhe nuk ankoheshin asnjëherë. Fëmijët u rritën, pavarësisht se ishin dhe të talentuar, nuk mund të vazhdonin në shkollat e larta, se nuk i lejonte regjimi. Mbas shumë vitesh që gjërat ishin qetësuar, mbas 25 vjetëve, djali u takua me baban në Jugosllavi. Ai kishte krijuar familjen e tij, kishte edhe një vajzë, gruan e kishte marrë jugoslave. Edhe pas arratitjes, ai nuk arriti dot ta ndihmonte familjen, pavarësisht gjendjes ekonomike që kishte, por la një njollë të zezë në biografi për pasardhësit e tij.